Autoritetet në Kosovë thonë se incidentet e fundit në veri të Mitrovicës janë rrjedhoje e veprimeve të Beogradit nëpërmjet strukturave paralele për të dëmtuar procesin politik atje. Reagimet e udhëheqësve të Prishtinës pasuan një letër të presidentit serb Boris Tadić dërguar Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian për masa të pamjaftueshme mbrojtëse për serbët gjatë incidenteve të fundit në veri të Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Edona Demaj. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu tha sot se është synimi i Serbisë pengimi i procesit politik në Kosovë, ndërsa u angazhua për, siç tha, bashkëpunim të ngushtë me KFOR-in dhe EULEX-in për të siguruar një mjedis të qetë në gjithë vendin. Këto komente pasuan një letër të presidentit të Serbisë Boris Tadić dërguar Këshillit të Sigurimit, sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dhe Bashkimit Evropian, në të cilën thuhet se KFOR-i, EULEX-i dhe UNMIK-u nuk kanë reaguar me kohë për të penguar sulmet kundër serbëve gjatë incidenteve të fundit në veri të Mitrovicës. Autoritetet në Prishtinë thanë se incidentet e fundit janë rrjedhoje e veprimeve të Beogradit nëpërmjet strukturave paralele për dëmtuar procesin politik në Kosovë. Ju dini se përpjekjet e saj janë gjithmonë përpjekje për të ndalë proceset. Një gjë mund të them, dhe atë që themi së bashku, Kosova është e pavarur, Kosova është ndërkombëtarisht e njohur dhe do të ketë njohje edhe të tjera, dhe Kosova mirëpret shtrirjen dhe funksionet e rëndësishme që ka EULEX-i në territorin e saj, pra edhe punën që bën KFOR-i. Presidenti Sejdiu i bëri këto komente pas takimit me ambasadoren e Çekisë në Kosovë Janina Hrebickova, vendi së cilës kryeson Bashkimin Evropian. Zonja Hrebickova tha se është përgjegjësi e KFOR-it, EULEX-it dhe institucioneve të sigurisë në Kosovë për të hetuar rastet dhe derisa nuk do të ketë rezultate, nuk do të bëhen as komente rreth incidenteve. Ajo tërhoqi vërejtjen se secila qeveri, qoftë e Prishtinës apo e Beogradit, i ka pikpamjet e veta lidhur me zhvillimet, mirë po presidenca e Bashkimit Evropian është duke u këshilluar me antarët e saj të BE-s, por edhe vendet jashtë saj për të parë se çfarë qëndrimi duhet mbajtur lidhur me letrën e presidentit serb Boris Tadić. We are trying as a presidency to refrain from any comments. Jemi duke bërë përpjekje si kryesues së Bashkimit Evropian që të përmbahemi nga çdo koment që do të mund të dëmtonte funksionin, mandatin dhe qëllimet e mira të punës së KFOR-it, EULEX-it dhe institucioneve të sigurisë në Kosovë, tha zonja Hrebickova, sipas të cilës zhvillimet në veri ishin një sfidë për misionin e Bashkimit Evropian për policinë dhe drejtsinë, që është misioni më i madh në historinë e këtij bashkimi. Autoritetet e sigurisë në Kosovë thanë se janë duke zhvilluar hetime intensive lidhur me incidentet e fundit në veri të Mitrovicës, që lanë pas vetes të paktën 6 persona të plagosur, shumë dëme materiale dhe tensione të larta. Forcat e KFOR-it dhe EULEX-it kanë shtuar masat e sigurisë në përpjekje për të shmangur aktet e dhunës në këtë zonë, e cila është shndruar në simbol të ndarjeve të thella etnike. Për Zërin e Amerikës, Edona Demaj, Prishtinë.